Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu at-taslim ala khayri khalqillahi ajma'in, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahun xhalla wala falendrojmë vetëm për këtë ndihmë dhe falë kërkojmë. Elusim Allahun xhalla xjalaluhu që këtë ditë e agjërimit sot Allahu të lehtëson dhe të na pranon. Nëse Allahun xhalla wala që ato që kanë kaluar Allahu t'i këtë shënuar në veprat tona të mira, të cilat do t'i gëzojmë ditën e takimit me të. E ditë që kanë mbetur, numerikisht janë pak, por kuptimisht janë shumë. Njeriu mund të fiton shumë në çastet e fundit të Ramazanit, e lërë më në orët e ditë që kanë mbetur, i bëftë Allahu shumë më të mira se ato që kanë kaluar. Të nderuar, jemi sot në këtë takim, në këtë xhami, me hoxhën punëtor, me hoxhën e zëllshëm që padyshim prezenca juaj këtu tregon punën në këtë xhami dhe kjo xhami ka qenë madhe tregon padyshim aktivitetin e përbashkët me xhamatin. Andaj falenderoj hoxhën Besnik për ftesën, për mundësinë, Allah nderoft të shpërbleft. Normalisht falenderoj edhe Këshillin e Bashkëpunimit në Prishtinë për mundësinë, për shkak të gjitha këto sikur se hoxha përmend janë në koordinim të përbashkët me institucionin tonë të Bashkisë Islame që padyshim imamat kudo që punojnë dhe janë të zellshëm, angazhohen, rresht tërë kjo aktivitet mundësohet nga programi dhe nga bashkëpunimi i ndërsjellë mes hoxhallarëve dhe institucionet e Bashkisë Islame. Allah na mëson gjithmonë të jemi bashkë në punë të harit, në punë të mira dhe na takojë gjithmonë atë që është Allah i kënaqur. Falenderoj Allah për prezencën në Bekim Efendiun nga Podujeva kur imamin, gjithë tjerë që janë prezente. Zoti e ushqoft sevap, ardhjen, mundin dhe angazhimin që sot jemi këtu së bashku. Të nderuar pranishëm, agjërimi nuk është vetëm një ibadet i thjesht i cili kërkon nga ne të braktisim disa gjëra dhe në fund në kohë të caktuar të rikthehemi prapë atyre gjërave. Por është shumë më i thellë se kaq dhe zakonisht tash në Ramazan dëgjojmë shpeshherë ligjërata të cilat kanë të bëjnë me Ramazanin, të cilat mbahen në Ramazan, por ato janë për pas Ramazanit. Nuk duhet me i marrë ligjërat e Ramazanit edhe me met Ramazan. Sot titulli është agjëruesi bujar, po ti hjekë agjëruesi e mas Ramazan gjithja namazfalësi bujar, e gjithja besimtari bujar. Nga të gjitha këto që kemi hujë për agjërimin, realisht janë të përshtatshme për çdo adhurim tjetër. Nuk ka për shembull ndonjë epitet, cilësi, virtyt që i jepet agjëruesit e që nuk mund të jetë i përshtatshëm edhe për namazfalësin, e që mos të jetë i përshtatshëm për besimtarin përgjithësi. Por me që situata koha është Ramazan, ne flasim për Ramazan dhe për agjërimin. Por këto janë për shtigje gjata, këto janë për udhtim gjatë deri takim Allahun te barekuhu teala. Kjo nga njëra, nga ana tjetër, disa tituj janë përshtatshëm, po disa tituj të ndërruazër janë të pandashëm. Prandaj konsideroj se tok fjalëshi agjëruesi bujar është tok fjalëshi pandashëm. Nuk mund të paramendohet besimtari ndyshe pos bujar. E në veçanti agjëruesi. Për shkak se agjërimi dhe bujaria kanë lidhje të ngushta mes veti. Agjërimi e suporton në mas të madhe bujarin. Dhe kështu duhet na mi kuptu adhurimet të ndërozër. Adhurimet nuk janë ishull të ndarë mes vete, por janë tërësia një sistemi të caktuar që e suportojnë njëra tjetrën dhe e ndihmojnë njëra tjetrën. Prandaj Allahu te barekuhu teala na ka udhëzuar që të ndihmohemi me adhurime për disa adhurime tjera. Usta'inu bis sabri was sala. Ndihmohuni me durim dhe me namaz. Në çka mund ndihmu? Në punë të juaja. Mas kësaj Allah që ka thot wa lanabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat. Përmend Allahu te barekuhu teala për plasën e njeriut me sprova ndryshme të jetës. Ti mos provu me frikë, me urije, me vdekje të njerëzve tu të afërtë, me mungesë pasurisë, me smundje të afërmve, smundje të tua, probleme, krizat shumëta. Ku më gjet për krahun, ku më gjet ndihmën? Ista'inu bis sabri was sala. Ndihmoni me namaz. Andaj namazi
agjerimi, dhikri, sadakaja, realisht janë adhurime që nga njëra anë i përkushtojmë Allahu te barekuhu teala dhe nga ana tjetër e fuqizojmë veten tonë që t'ia dalim në përballje me të gjitha krizat e jetës. Prandaj besimtari i përdor të adhurime, jo vetëm i zbaton. Prandaj kemi thënë edhe në rastin shumë të ndërruar se rrugtimi jon në raport me obligime që Allahu na ka ngarkuar me to, fillon tek zbatimi, po nuk përfundon tek zbatimi. Shpesh ne e mbyllim qarkun e përfitimin nga adhurimet me zbatimin e adhurimit. Me zbatimin e adhurimit. Zbatimi i adhurimit të ndërruar për besimtarin është realisht punë e kryme. Ka marrë fund, u krymo. Shikoni për shembull me ndëlit këtë me një kuptim të rëndësishëm kuranor. Allahu xhallahu ala në Kur'an sa herë të flet për ditën e gjykimit. Domthon mas të madhe, në përqindje të madhe, sa herë për ditën e gjykimit flet në kohën e kaluar. Edhe pse as ka ndodhur ende, ajo pritet me ndodh. Dhe gramatikisht duhet me folë për kohën e ardhshme. Keni me dal, keni me bo, keni me thon. Na shpeshher e gjejmë kanë ata than, ata kështu bën, ata u shpërblyen, ata u dënuan, me që proces ka përfunduar ende, pse koha ka kaluar. Allahu xhallahu ala thotë se kjo punë ka marrë fund, kiameti ka më ndodh, edhe llogari keni më dhon, më ne këtë punë të kryme. Mos më nani për diçka tjetër se mos helbet s'po ndodh. Ka marrë fund. Për Allahut ki më dalë, ki më dhon llogari. Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara, wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Kush bën mirë sa grim sa ka më gjet, edhe kush bën keq sa grim sa ka më gjet, ka marrë fund vula. Ktu ka gjykuar Allahu xhallahu ala la muaqiba li hukmi. Nuk ka mundësi me apelu dikush gjykimin e Allahut te barekuhu teala. Prandaj edhe tek çështja e zbatimit, ka thonë la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Realisht ti ke dëshmuar me këtë thënie gatishmërinë tënde të parazerv ti përgjigjesh çdo thirrje të Allahut azza xal. Ka marrë fund kjo punë, e keni shkruar. Kjo është kontratë mes teje mes Allahut xhallahu ala. S'ka këtu tash e shikoj, e analizoj, ka marrë fund. Analiza shikimi është para la ilaha illallah. Për që Allah thot la ikrahe fi din. S'ka dhun fe, mënoj e mirë, këshiri punë mirë. Po u futën te, s'ka mo hezitime, s'ka mo hamendësime. Andaj edhe dini rastin e Abu Bekrit me Isra dhe Mirajin, që ka thonë? A ka thonë aj, u kry, i kom besu në punë më të mëdha, këtu punë në tjeshta. A ka shku në Isra, s'ka shku në Isra, ka marrë fund për mu. A i kom besu se Allah i flet. A kom besu se Allah i ka përzir. U kry kjo punë. Përdaj ne duhet disa çështje mi pas të kryme të nëzër. Mjaft, u krymo. Tash duhet të ndërtojmë mbi këto çështje. Jo t'i kthejmë temave nga fillimi prapë çdo Ramazan. Do tema të kryme. Prandaj shikoj sa burr ka Aliu radiallahu ta'ala anhu kur e përshkruan situatën në mesin e sahabëve. Thotë ne në kohën tonë, ku aty që është koha e sahabëve, ku gjenerat të para që ato janë padyshim gjenerata të arta, që janë shembulli jon. Ai thotë Aliu radiallahu anhu thotë në kohën tonë, kohët pejgamberit sa, nuk e kemi bart dertin e zbatimit. Ka marrë fund kjo punë. Por e kemi bart dertin e pranimit. Kjo fazë më avancuar se zbatimi është. Pranimi çka do të kupton? A ku mbo mirë? Pranimi nuk ka të bëjë me zbatimin. Pranimi ka të bëjë me cilësinë, me cilësitetin, me përkushtimin, me përjetimin. Andaj ne duhet të avancojmë nga zbatimi që të ecim tash tutje në fazat e ndërtimit më të tjeshëm të adhurimit, të përjetimi, të ndikimi, të ndryshimit. Kjo që për zbatim nuk duhet folën më, për shembull, a duhet të jetë çështja e ditës për një musliman a agjeron? Punë ka marrë fund. E ka kryer këtë punë. E ka shkrip që ai agjerimi ndodh. Çështja është a ka mundësi me rujt këtë agjerim? Të jetë sa më i rujtur, sa më i qeltër, sa më i mirë. Kjo është tema ime. Edhe kështu të është me adhurimet e tjera. Prandaj të ndozë agjeruesi bujor është kombinimi normal i zakonshëm. Në momenti kur besimi funksionon ç'është duhet. Kur kemi iman funksional, kemi agjerues bujor. Kur nuk kemi iman si duhet funksional, kemi agjerues jo bujor. Në gjysën e ka, po gjysën se ka. Pra ne kur flasim për agjeruesin bujor, ne flasim për një funksionim zakonshëm, normal të imanit, jo ndryshe. Prandaj pejgamberi alayhi salatu wasalam
në shumë hadithe kur fol për bujarin, sikur do t'i përmend disa prej tyre, flet për gjëra të zakonshme. Nuk paramendon ndryshe pas bujar besimtarja. Nuk paramendon ndryshe pas çështo. Prandaj për shembull, janë disa gabime që mund bie njërin to. Për shkak të rrethonave të caktuara, për shkak të për shembull joshë të caktuara ndodhin këtu. Por ka disa që nuk paramendon të marrë besimtari. Për shembull, Ebu Dhere ka vetë pejgamberin e sa, për disa mëkate ka punë ndodh besimtarit. I ka thonë, e yakdhibul mu'min, ran muslimani kanë as ran. Ja ai bova kia shona më rreth nuk ran ata. Qase gënjesht është shpërputhje totale me imanin ata. Do të thonë disa çështje që besimtari gaban, biento, mëkatari jemi ne. Mi po janë disa çështje që nuk paramendon me ran topta. Nuk paramendon ata. Ai biento nuk dal pi imanit, këto janë mëkate që kërkojnë teuba, por në gjendje të zakonshme normale nuk i bën çashtu. Nuk i bën çashtu. Pra të ndërroza për shembull, nëse një prind është i smut ose një fëmijë është i smut, djali e këshir babën, a është tem gazete kjo punë? Jo, normal është. E që adashte, nëse se këshir babën, ka me këshirë, Allah. Kësë të tim gazete. Por kur qështet përmbysën edhe ndryshojnë, bëhet tim, valla halalikov, filan djallë për i këshirë ke babën. Po halalikov sa jo burë, po mëse këshirë babën, ka me këshirë, Allah. Apo? Ma edhe nuk duhet me lujtë disa gjë që janë normale, apo? Të kalojnë në jo normale. E pastaj, kur ato të bëhen të pazakonshme, të gëzojmë kur ndodhin. Edhe të akuzojmë arritjet madhe që kanë ndodhur, jo Allah më tonë. Andaj, zbatimi nuk duhet me konë gëzim. E që ka dashte me bëjt tjetër të pas më nështru, Allah më tonë. Mirë po, përjetimi është pastaj, e ndikimi, e ndryshimi, këtu e në faza që nuk jam bashkë zakonshme, që për to duhet na me luftu dhe më angazhua. Edhe bujaria të ndërvozë. Për shembull, a është trimnia si bujaria? Jo. Trimnia është fazë më e avancuar. Muslimani ka mundësi më tut, ama koprat s'mundet me kona për. Janë disa që detyrimisht imani i bën funksional. Ama për shembull, mbetejnë luftë, situata ka mundësi, ndodh aty ka ndryshe lëvizin. Po kur vjen çështja e dhënjes, besimtar s'ka hamendësim aty. Për shkak se imani realisht në fazat e para ndikimi i tij i largon kooperacion. Që shtu flas argumentet. Në fazat e para të lëvizjes, të funksionimit e largon kooperacion. Për shkak se të ndrozur nga udhëzimet e para të imanit është që ta pozicionon besimtarin si duhet në raport me dunjan dhe ahiretin. Nëse këto dy çështje janë të pozicionuar si duhet, lëvizja është mirë. Lëvizja është mirë. Për këtë arsye, agjerimi dhe bujaria kanë lidhje të ngushtë me vetë të ndër. Kanë lidhje shumë ngushtë me vetë. Dhe ka shumë ato që realisht mund të përmendësh dëshmi që kanë lidhje. Për shembull, agjerimi të ndërvëllazë në natyrën e tij e ka braktisje, me hek dorë për diçkafit që ti e dën, apo me hek dorë nga diçka që e dën. Edhe bujaria që ashtu, me dhonë diçka që ti e dën. Prandaj agjerimi është një formë e braktisjes, bujaria një formë e braktisjes, po dyja e kanë të njëjtin rol, të njëjtin funksion dhe të njëjtin manifestim. Madje kur ndodh agjerimi, bujaria tashmë bëhet më së normale. Për shkak se nëse unë jam i gatshëm për shpërblim të Allahu xhallahu ala me lum bukën dhe ushqimin, atëherë jam hala më i gatshëm me ikë nga një sasi e caktuar të pasurisë që zakonisht ka të bëjë me luksin tim, jo me punë të domosdoshme të mia. Nga se zakati, kur ti jap zakati është luks. 97.5 i tuaj, 2.5 për Zotin. Nuk ti jap luksin. Ai që jap zakat për shembull, ai prek gjatë e nevojshme? Jo si prek. Ai prek punë të domosdoshme? Jo si prek. Çka prek? Luksin e prek. Në zakonisht për çka jap zakat? Për parat e deponuara. Një vjet të kanë vënë, çati të kanë më, domoni bën që luks hesapi. Se mund të dashni kishë arqit. Apo se shtyllë e islamit, ama Allah ka prek tek perifitat japën. E nëse ti
ushqimin e lënë që është i domosdoshëm, ti edhe më primare i qenë ato që është e atyre së luksit, kushtimisht po them, 2.5% ose mos thasim për vitrat, që janë domthon luksit ato. Shumica për njerëzve për shembull, më i dhon 5 euro tash që është caktuar nga banka. 5 euro më i dhon në vit për agjërimin e tij apo. Ku e prek kjo sasinë parave vjetore që hyn te ti? Shëndet ti vetë ato. Na nuk duhet e të ndozër me mshirë sytë ka shi realitet të. Situata është ai, ka krizë ekonomike, ka përgjështë, po unë menaj që edhe gjithë ju pajtoni, apo që krizën e bukës dhe të pjesë e këna ka përsuja, ka familje që mund t'jekë kështë më radhë, po shumicë në ndërmës të rasteve, realisht, është të kalukja, është të kalukja. Përndaj, agjërimi të edukon me praktikë të domosdoshmën, që t'jesh i gashëm ta hekësh pastaj, nevojshmën ma dje dhe luksën. Pastaj të ndërmëzër, agjërimi, që se supporton bujarin, që është agjërim bujarin, e shton për shkak se kur e agjëru shumë, ti hjek dorë nga ushqimi dhe pija. Pse? Pse Allahu Xhallahu Ala e ka kërku për i teje edhe të ka garantu shpëllim. A ke pa shpëllimin? A ke pa? Jo se ke pa. Krejt që ka të bëj me motivet e agjërimit janë gajbë. A janë gajbë. Në të fshetën, ti agjëran, rrinë pa bukë, ka një iftar vazhdanë, që çdo vjetë Ramazan, e tek ditë gjykimit, kemi pa rezultate e agjërimit tënë. Që shut është? Dëmonë, agjërimi lidhet me gajbin. Edhe bujaria lidhet me gajbin. Pse? Për shkak se ti kur t'jep, do më thonë, ma shumë e dën ato që nuk e shë, sa ato që e shë. Dhe ma i bindur në atë që nuk e shë, se në atë që e shë. Për shembull të ndërëzër, nëse sot i ki 1.000 euro, apo, sa ke siguri se kemi i pas sa herë të vynë? A ke siguri për shembull që i kom 1.000 euro? Tash, qka të ka, dhe 1.000 euro shpenzim me argjim, me nevojë në i kom nga që. Sa ke siguri se kemi i pas? A ke siguri? Në s'ke siguri. Ndodh një sprovë të caktuar. Ti merë dikush, tupin dikun. A ka ndonjë siguri? S'ka për. Ndërsa, në atë që nuk e sheh, po beson që kemi e gjetë tek Allahu Xhallahu Ala, a ka siguri apo pa siguri? Siguri 100% e sub. Prandaj besimtari të vëzër, do të thonë, në çështje bujarisë, po edhe të agjërimit, po edhe namazit, realisht ai joshet nga ajo që nuk e sheh për ta të i kaluar që e sheh. Për këtë arsye shikoni Allahu te barekuhu teala kur ka fol për dhënien në fillim të Kuranit e ka lidhur me ghaibin. Alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ata që besojnë në padukshmën, të fshatën, në xhenetin, në takimin me Allahun te barekuhu teala, dhe nga ndikimi i ghaibit një të dyre është japin nga që na i kemi dhënë. Prandaj ti e mat cilësinë e besimit në xhenet me sasinë e dhënjes. Çikaq. Allahu të ka dhënë ofertë, edhe një ofertë ka edhe një fshet apo. Cilës ofertë realisht i beson më shumë ti? Allahu Xhallahu Ala të nëzë, që ta u gajbi. Për shembull, nëse e ki një sasi saktuar të parave, ose çfarë do begatie që e gëzon, shpresën për mesoj më knaqë. Nefësi të tash, kur të fitojsh, kur të arish këtë pozitë, kur shkë ki më knaqë, t'jep shpresa për knaqje, nefësi, t'jep shpresa për knaqje. Edhe Allah thot nëse jep ki më knaqë, cilë është premtim më i sigurt? Allahut. A ki mundësi për shembull që me pare që ki mos më knaqë? A është e mundshme? E mundshme. A ka mundësi me shtëri që ki mos më knaqë? Po mëre, shnë është jemi edhe në kohëm. Ka mundësi? A ka diçka në dunja që garant njërin e knaqë? Sigurisht. S'ka. Në dunja s'ka. Krejt që ka garant knaqë ka dimenzion tjetër, jashtë të dunjas. Nga se materialja nuk ka siguri në ofrimin e kënaqësisë.
Mendoj se sot bota për shembull në kërkim të kënaqësisë ka ofru materializëm hatashëm të madh. Po si ka zgjidh problemet e njerëzve. Kriza që është më tepër. Për treguar se materiala e ofron një farë kënaqësie, por nuk e përmbush njeriu atë. E Allahu xhallahu ala po të ofron një kënaqësi që ka më të përmbush, por ajo nuk është e prekshme një herë. Ajo nuk është e kapshme, nuk është e dukshme. Cilës kemi më përparësi? Besimtari ditë ku t'ja përparësi. Andaj, ç'është agjerime? Ç'është agjerime? Nuk është sikur se për shembull dieta mjekësore. Thot mjeku dush mjek 10 kg. Se po të pengon yndyra, po të pengon trasia në shëndet. Ti si të fillon me reduktu ushqimin, me largu pesh, e vren ndikimin, e vren shtypja bjen, apo për shembull lodhja, raskapia, ti vren me njëra. Kjo s'është gajb. Si s'po që ta, ti vren, sheqeri nuk po hyp, vren me njëra. Për e kjo s'është agjerim, kjo është interes, e lo bukën për shkak se po e nije. Agjerimi nuk ka qashtu, ti agjerana, ma zë më thonë që të bjerë shtypja, ti agjerana, ma zë më thonë që e përretëm me një shëndet, zë më thonë, apo, andaj, elementi vetëm që të bënë me agjerana është premtimi Allah të para këtara, veç, që aty është edhe dhenja, jep, të zoti kom i gjitha, a i sigurt, po jemi sigurt, a agjerimi dhe bujaria, rështë e supportoj njëra tjetërën. Gjashtu të ndrozër, aja që për shumë të ka është se agjerimi të mundësën bile spaku për disa qaste me përjetu edhe vetë direkt, dhe më thonë, ndikimin e urisë. Për të një nga objektivet e agjerimit është të shtuat dhe mshuria e besimtarit karshi kategorive sociale, që kanë probleme me tyret e tyne. Që kënë një pi objektiv, po. Ka të dëgjana, ma vetë kur e përjeton e shë që ti tash i uritur, ama ajo që t'jep kur ajo është iftari, një iftar me qamush me hongërse, të në të mirët allot, parëmna i cili agjerimi ti nuk ka fat caktum kur përfundon. Nuk ka për të iftar, a sonte, a natën, a në sabah, a mas 2 dite, zdjetën. Një lloj ndjeshmërie ka shi këtyre kategorive realisht mundësot mes agjerimit. Edhe bujaria që ashtu të nëzërët. Bujaria të mundëson që me kthy vetën në pozita që ke qenë ma heret. Ose që ke mujtë me konë. Ose sa ka qenë mirë kur dikur s'ka një mu. Apo. Dhe gjitha këtë situatë që ka kalun te, realisht të ti mobilizojnë fuqin për me dhonë. Për shkak se nëse sot ti ki, ka dikur që nuk ka. Sikur që dikur ti s'ke pas, dikush ka pas e ke pas qef që me ranë men që ati dikujnë aftën, që s'pibim men filonit aftën. Ke pas qef me ranë men, apo? E po që ashtu të është edhe, dikush ka qef që me ranë men të ti, që ka mundësi nuk i ka punë, ka barë që e kështë mërë minimu aftën. Agjerimin në gjallë në djeshmërin edhe mshëris, që ashtu njët e kultivon edhe bujaria aftën. Dhe në fund të kësaj pjesët të rëllëzër, është se në Ramazan aktiviteti jonë dhe raporti me Kur'anin shtohet. Spaku me dëgjim. Në Taravi ki me dëgju Kur'an ma shumë, se që dëgjën zakonisht është Ramazan. Mukabelet që lezohen. Vetë lezon Kur'an ma shumë Ramazan. Normal është që po. Lezimi i Kur'anit gjatë agjerimit dhe Ramazanit duhet me është u berin. Do mëzda. Sikur që ka thonë Ibn Abasi radhiyallahu ta'ala për pejgamberin alayhis salam, kanë ajwada an-nas. Pejgamberi është njëri më bujar s'ke pa, se Muhamedi alayhi salam. Wa kana ajwada ma yakun fi Ramadan. Mirë po ishte shumë më bujar në Ramazan. Në momentin kur e takon te Xhibrilin dhe zbashku me të lexon te Kur'anin. Don Kur'ani ndikon te vetë pejgamberi alayhis salam që të shtohet bujaria. Dhe të ndërruar ndikimi i Kur'anit është i mahnet shumë, është i qytet shumë. Në leximin dhe analizën e përvojave të njerëzve që janë kthyer në Islam, e që janë me mira njerëz që kthehen në Islam çdo ditë, e bën musliman të kategorive të ndryshme.
Eshe, cilë është emruesi i përbashkët i arsyeve të tyre që kthehen në Islam? Kurani. E kom lexuar këtë ajet, e kom po këtë ajet, e kom li këtë ajet. Kurani. Kurani. Sikur që thot, domthon Jubair ibn Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu, mas luftës së Bedrit. Mas luftës së Bedrit, ka shku me negociu tek pejgamberi për rob të luftës. Shkojnë të vëzhgë. Don rob të luftës tregojnë situata të tensionuara apo të relaksuar. Tensionuar, luftë, konflikt. Edhe kur ka anë Medinë me negociu tek pejgamberi për ta çamë bë, e ka gjetë pejgamberin duke falë namazin e akşamit. Edhe ka nejtë jashtë xhamisë. Edhe pejgamberi ka lexuar surën Tur. E ky po dëgjon atë. Ky është mushrik, i dhujtar. Ka ardhur nga situata të tensionuara, luftë, s'ka paqe. Po një familjariti ka met e ka me negociu lëshoje. Për shkak betejës. Thot kur kom ardh e kom dëgjuar duke lexuar Kur'anin. Namaz pejgamberi ka lexuar surën Tur. Desa ka të kajtet em khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal arda bal la yuqinun. A janë të krijuar ata nga asgjë apo ata janë krijuesit? A kanë krijuar ata qiellin e tokën? E pse nuk kanë bindur pra? Që Allah është ai që do të aduruar kështu më radh. Kur i komunik këto ajete, shikoni vallë tash nuk është nuk është e udhës me anashkruar situatën e tina. Njëri ka plot urrëtie. Plot urrëtie. Plot mllaf. Ka për zar. Edhe po pret kur keni më fal me dalë, kom punë me juve. Apo ku të presionin apo? E në këtë situatë i ponin ajete. Atë kade qalbi an yatir. Gati mdul zemra për venit apo. Çfarë ajete apo? Çfarë ndikimi apo? Kamit pa men. Nga fjalët e Allahut te barekuhu teala. Mushrik. Ti agjerushum, besimtar, i qetë, kërkon paqe me Zotin te barekuhu teala duke kërkuar tauba e pendime duke u kthy. E te ti kur të gjenajt e qurët me qenë, kur Allah o thot, jepni, do më kontriboni, largoni nga kooperacia, zemret është këtë situatë, qurët me kohë, nëse këti ka dosh me dalë për venit, e jotja. Ndikimi i Kur'anit është të rëdhës, ndikim i pashpjegueshëm. Dominimi i Kur'anit me besimtarë është një dominimi që të mahnit, të habit. Pejgamberi sa me një ajet, sahabët ka jep këtë që kanë pas, me shpirtë, me pasurin, me këtë, me një ajet. Jo në kuptim të manipulimit, larga saj, po në kuptim të bindjes, na që ka Allahu ka premtuar. Ka gjithë gashim këtë me dhonë. Mendën ledhi yukridu Allah qadhan hasanan, fe yudaifahu lahu adafan kathira. Kush jep Allahu të barq, e Allahu t'ja kënë shumë fish, tha Abu Dahda, unë ja Rasul Allah. Edhe unë i kapsh me 600 trupa hurmës. Pasuri marramense, milionëshe, kejta fi sabilillah. Kejta fi sabilillah. Me një ajet. Dominimi i Kuranit të nërëzër. Andaj, është normale që të nështuat bujaria në Ramazan. Ti më bujar, më solidar, më kontribut dhënës. Për shkak të gjitha rrethonat janë lehtësuese që shtohet bujaria. Dhe gjitha rrethonat janë ato të cilat përjashtojnë çfarë do elementet e kooperacisë që të jetë i shfaqur në jetën e besimtarit. Kjo është gjithmonë në mënyrë të thashë në Ramazan ato. Të ndërozër ka shumë argumente që flasin për bujarinë. Ka shumë, domthonë, që Allahu te vërtet e trajton në kontekstin të ndryshme, nga anë të ndryshme. Mirë po ndu në pjesën e dytë të kësaj gjëje që është pjesë përmbyllëse, e prandë sa kuptime të rëndësishme. Nga se konsideroj që po kemi me u inkuraju, besoj që të më kuptojnë drejt. Na kemi për inkurajim në raport me dhënien. Mirë po, për te inkurajimit kemi shumë atë për vetëdisim për dhënien. Nga se sot, elhamdulillah, dhënje ka, po jo gjithmonë është dhënje me vetdije. Çka nuk kupton kjo dhënje me vetdije? Nuk kupton një dhënje e cila funksionon përmes kuptimeve të caktuara. Ese tek njerëzit funksionon një dhënje
po që nuk është gjithmonë e kompletuar, nuk është gjithmonë në përputhje me kuptimet e shpalljes. Prandaj nga njëra dhënia mund të jetë më tepër emocionale, euforike, e momentit, por jo dhënie e organizuar dhe e planifikuar që shkon në vendin e duhur. Prandaj, në fazën e parë të inkurajimit e kemi nevojë, por deri te kur e kemi të kaluar, ajo që më shumë kemi nevojë sot, ne si besimtar është që në aspektin e dhënies të vetëdijsohemi për mënyrën e dhënies dhe adresën e dhënies shumë më tepër se për dhënien. Për shembull të vëllezër, ti e sheh për shembull. Nëse kemi dy projekte përpara, kemi projekt me ndërtu diçka që ka dobi kolektive, edhe diçka që ka dobi individuale. A individuale dalë flet për shembull me latë i ka punë keq. Mirë që limojnë. Ku ndihmojnë na? Që ti çikon, se neve na prek emocion, nemi popull emocional. Ne na popull emocional. Të na më lehtë na thënë me emocione se me argumente. Po, na më shumë themi në emocione. Dhimbet, po le të shpot dhimbet, po s'e meriton në burr. Ama gjunavën, domthonë na e kena fort brak gjunahën. Edhe me e trajtu gjunahën, po edhe mosil si gjunaha. Andaj na duhet të kalu këtë fazë të viktimizimit. Na fort kena qef dikush më na ditë. Me ato si gjuna. Kur thot gjuna filoni u kënaqona. Apo sa po ma den dikush. E sabës kanë qenë gjunaha. Jo nëse ata ka dorë me kon gjunaha. Ata s'ka dorë me udhim dikujna. Ata kanë qenë kush ka nevojë ata më shkumin një muam. Andaj kjo çështje do të më ndru. E kjo çështje të ndron bas kuptimeve. Kuptimet e ndonjërin atë. Çfarë kuptime ka janë ndryshojnë edhe orientimin, edhe kuptimet i ndryshojnë veprimet. Kjo rregull njët. Kuptimet i ndryshojnë veprimet. Prandaj ne nuk po dojmë me qortu dhënien larg asaj, por po dojna që me organizu në mënyrë të tillë që sasia e dhënies të jetë në favor të projekteve më madhore, më afatgjate, më dobishme se të jetë momentale dhe emocionale. Ç'kjo dallimi? E këtë ndryshim nuk mund ta bëjmë ndryshe pas me kuptimet e duhura mbi çka ndërtohet dhënia. Mbi çka ndërtohet dhënia. Pra të ndërtohet kuptimi i parë me pas është dhënia duhet më kon për i të Allah të barë këtala. Dikur, po, mirë të pedim, jo s'pedim. A dhe që ka i bjen me kone sinqert për Allah të barë këtala, i bjen që edhe aj që i ke dhonë, kur mos më thonë falenderit, që petë kimi i dhonë. Sa para to që po jap, aj po të falenderit, apëton. Që ka që? A është të qartë? A nej, për shambull të nëse dikush të ka qudi që ka me dhonë për mes dikujna të ka ne falënërën ato që e ka qua, ato që e bon ka ne jep ato atje thuj selam shumë, falëmerit Allah shumë thuj ati atje apo që këni mund që ka pru si argatin këtu një falënërimit të është një falënërim atje është esenca bazat. A dhe normal, njeri gëzot kër njerës janë mirë njëhës. Edhe kër i kërës të falëndërimit, gëzot, normal. Se është normale. Mirë, për nuk e kushzën veprimtarin bëmirëse me falëndërimit njerëzve. Që shka thonë pejgamber të Allahot për mësurën e një insan. Innema nut'imukum li wajhillah. La nuridu minkum jazan wala shukura. Na ju ndihmojmë, ju përkrajmë, ju apëm ushqim e gjitha për i të Allahot azugjel. Nuk presim nga jo shpërblim e asë falëndrim. A i mësëllëm me dhonë, pa prit dhe pa shikum rapa, a do të përcillet me certifikat, mirënjohje apo falëndrim. Mësë prit. Ma dhja, thot Ibn Hazm Rahimullah nga përvojt e ti, thot 40 vjetë e kom përvu këtë, thot edhe më ka dalë gjithë që shtot. Që ti që i ke bo mirë, që i mas palit ka bo keqë. Kjo zbër me dekuraju. Ama dunja o që shtot, Allah pëtë. Dunja që shtotë, prandaj mos u dekuraja, bëju sinqert i bindur se Allahu t'i mën. Kuptimi i rëndësishëm me vazhduan dhënie. Kuptimi i dytë ndonëse është që ato që jep me kon halal. Ato që jep me kon halal. Shumë më si më thon pe halal. Do njerëz për shembull të ndodhë vëllazër
Japin. Ama, ndoshta japin nga një pjesë që se bën ka bërë për vetë dhe t'jepja fukaras. Një për t'i ja, halalin atë më të mirën, që hi që të dëmë. Shika Allah që ka thot, lën të nalul birra, hatta tunfiku mimma tuhibbun. Nuk keni me arrit në nivel të bamirësis, ti me dhonë, ki me dhonë, aja sadaka pranohet, po ti është në nivel në bamirësis se kërkuar, deri sa nuk jam nga aja që ti e dënë atë. Ibn Mir ka pas një kapsht fort e ka dashur. Kur kanë jetin ka dhënë fise billah, fort e duhet që të kom pedho për Allah në gjavë. Pse? Pse kur mësosh me dhonë atë që e dënë dhe dhimbjen e humbjes së asaj që e ke dashur, pranon me pretu për hatër të Allahut, që kjo është atë që Allah të paguon atë. Apo? Do e gëlltit dhimbjen e dhënjes për hatër të Allahut te barekutaala, që kjo është atë që Allah e vlerëson shumë atë. Gjë nga kuptimet e ndërruazër është që mos me nënvlerësu asë një formë të bamirësisë. Bamirësia është me pare, bamirësia është me autoritet, bamirësia është me forma ndryshme. Madje edhe buzëqesh është bamirësi. Të besu mu ke fi vajhi akhika, sadaka. Ti buzëqesh vëllau tonë është sadak. Pejgamberi çka tha? La yahqiranna ahadukum min al-ma'ruf shay'a. Mos nënçmoni asgjë nga punët e mira. Fëtëku nërë o lau, bi shëkti tëmre. Ruajni nga zjarri i gjenemi qëfë me gjësë në hurme. Kur gjë mos në lërsa. Dërtot një gjami, një kontribut i caktum kërkot. S'kam 50 cent, një kam, jepi atë. Nuk kam kur gjë. A munsh me uqu, natën me bodo, o Allah, në qu, do vetë, po një maju. A munsh? Bëhu pjesë marës në punë të harit me qëka të munësh. Mos e privo vetin nga punë të mira. Mos kurzo me jap mira euro, miliona, me ndiku më të madhe. S'ke mundsi, okay, ti mundsi diçka të hamunësh. Madje të ndrozë në përvojën, çka po i them. Në përvojën e historisë së bamirësisë. Zakonisht, punë të mëdha janë kryer me kontribute të vogla. Zakonisht. Për shembull, a ma shumë gjenë gjamia të ndërtuara për njëri, a me kontribut të popullit ato. Popullit. Gjamia po, një familje ka ndreq një, po 100 euro kush i ka ndreq? Populli jonë, me segjade, çete ky segjade, çete ky, një ne ka ndreq gjamin. A që thot? E aty në segjade si ke gjetë 500 euro aty apo? Po i gjon 1 euro, 2 euro, 5 euro. Çështë i gjon? Andaj punë të mëdha kryen me kontribute të vogla, po të sinqerta dhe bashkëpunuese. Andaj mos në qmo kur që ka punë të mira, mos uj, e qka kryen punë kjo, e qka bën kjo? Bën shumë. Tek mundit, mos bëmë dunja kur gjë, tek Allahu bën, e gjonë. E pejgamberësëm ka thonë, e kum lutë Allahun azogjerë, shikoni këta ditë, e kum lutë Allahun të barek o tala, e nja arida aleje amale ummeti, që Allah me mi ka dhu punë të ummetit, qka këmë bu ummit jam, të është qëfar punë shbojnë këta? Thot, faara dhaha aleje. Allah mi ka qitë mi pa ummetit që a bën punë. Thot, e kum pa në kuatët e punëve të mira, që Allah i ka pranuar, një thërmi, njëri e cirke për gjami si ashtë. Trosh e vogël, tu ka lutë, e ka për qëtë përshë. Që ata e kum pa të punë të mira që Allah e ka pranuar. Ne e kalujmë të me, e pëse mëraj pare këto që pra që i përfshin? Pa i mërë pare dhe e këja, a i ka rrugën e vetë. A pëse ti se mërë me jek një trosh? Pëse ti si palën të pucat për adera tje? Po kakush i palën? Po mirë dhe kakush, mirë, pasi pas ka palu. Pëse ti si palën? Për shambull. Pse ti për shambull nuk e jek një sam? Pse për shambull? Dhejtë vëzër, mos në shmo kur gjë. Vëllë një trosh kime pati në gjukimit, tek Allahu Gjellera se ke kënu për gjamiat. Është më nënësi shumë? Është kuptim e nënësishme i dhenjes. E kështu krejt jemi bujar. Kështu krejt jemi dordhënsa. Prandaj, ky koncept i stojnë për bujarin, dëvan me konë gjithmonë, pjesëmarrës në aktivitete, jo vetëm përfitues nga aktivitetet. Nga se kur ti gjithmonë e preashton vetën nga kontributi dhe e vendos vetën gjithmonë në pozicionin të përfituesit, ti bësh barë për shoqërinë. Pret me mnimu, ky me mnimu, ky pse ose s'po mujnë. Po mos më zgjo këto, mundesh këto. Çto mundesh më bë? Çish ka thënë pejgamberi më budharrit, kur e kam thënë që më bë mirë, kam bënë këto, kanë ç'smoj më bë këto. Ka thënë ku fshar dhe kanë nas, s'po ku shar mos bë. A mundesh shar mos më bë? Po edhe kjo është kontribut. Mos u bëzim punë që nuk përkasin, edhe kjo është kontribut. Mos fol çka nuk dinë, kjo është kontribut. Andaj të rrezër
ki mundësit shumë të me kontribu. Për arsye, nga perspektiva islame, nuk ekziston papunësia. Nuk ekziston papunësia. Për shkak besimtari gjithë nuk ka mundësi çka më bë. Për shkak se Allah e pagu dhe është problemat. A mos të që më kurrë që ka punë mirë. Kontribo. Ku do që të dëgjojsh? Dikon që ka diçka kontribo. Kontribo atë. Merë këtë rregull një jetë. Me çka të punesh? Me një cent, 2, 10 euro, 15, 20, sot ki mundësi. Dua, inkurajim. Shku Allah i ka qortu disa njerëz, jo pëse s'kan dhonë, po pëse s'kan inkuraju për me dhonë. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ajo që nuk jap, pas nuk inkurajon për me dhonë. Po çka ki me dhonë këtja? Heq mos jap. Çka peniman ti këtyne? Apo është që po furit apo s'paku që s'jap Allah. Pse si le njerëz me dhonë me Allah? Pse dekurojnë njerëz nga dhënia? Mandaj nëse dekurojimi nga dhënia është vepër e qortuar, atëre kundër çka nuk kupton, inkurajimi për dhënë është vepër e mirë. S'ki mund si mund inkuraja. Thuaj fillon që të shapas çaki ti, që shija kisha bëu. Banja burse, inkuraj njerëzit. Mos të shmazin nga punë të mira. Dhe gjithashtu të vëzër kuptimi i rëndësishëm i dhënies, që realisht është ndoshta ajo kryesorja e kësaj pike zotë është që dhënia të jetë e organizuar që shduhet dhe e shpërndar në bazë të prioriteteve. Çka në kupton kjo? Dietarët e fikut të nëzër kanë diskutuar çështjen e dhënies. A duhet me shku përmes një autoriteti apo çdo kusht individualisht jep? Nga se dhënia nuk ka vetëm një kategori. Ka zakat, ka sadaka, përgjithshme, ka shpagime, ka shumë. Po këto që obligative, për zakati, sadakatul fitri, dhe disa lloje të sadakave, kanë diskutuar dietarët se a është më e pëlqyer të bëhet përmes një autoriteti i cili e din gjendjen më mirë dhe është më i shpërndar në opinion dhe në shoqëri, apo çdo kusht individualisht jep atë. Me konsenzus në këtë dietarë, pa përshtim, të gjitha mëdhëbeve atë. Është se dhënia përmes autoritetit është më e dobishme, më e pranuar dhe më e favorshme se dhënia përmes individit. Ma disa nga mëdhëbet kanë obliguar dhënien përmes autoritetit. Është një autoritet në vend, është një autoritet në vend, e na duhet atij autoritet më besuar. Pse? Për shkak se Allah ka thonë: "Khudh min amwalihim sadaqatan." Ti merjo nga pasuria, ti autoritet, ti pejgamber merjo. S'ka thonë thuj jepni, po merjo. Në ti autoriteti që dush, ti me e marë pasurinë atyne. Ti pastaj e shpërndon, nga se ti e din ku është nevoja me e madhe ato. Andaj të vëllezër, na këtë aspektin e respektimit të autoritetit, institucionit, e kemi shumë të munguar, fatkeqësisht. Dhe kemi kontradikta mes vete. Tash për shembull, të vëllezër, të ne autoriteti fetar, përgjegjës për jetën fetare në Kosovë është Bashkia Islame, si institucion. Atë pëlqen muftiu, kryimami, imami, është çështje jote, ti ke punën tua. Ama si institucion, është e vërtetë që i menaxhon këtë xhamit. Edhe i menaxhon punët e aktivitetit islam. Unë e kam marrë sot tu në koordinim me Bashkinë Islame. Unë kam marrë koordinim me imamin. Dhe kudo që shkojmë, çështo shkojmë, koordinim kur imami të fton, imami të prat, çështo shkohet, çështo funksionon. Krejt që të aktivitet që po i shirim në Kosovë, të gjallarë që po shkoni, nuk kënë jashtë të mbredhës e Bashkë Islame, jenë mrena kësë mbredhër. A nuk duhesh me e livu individin veç, po ka mas të individ dikur që e ka mundcu që të aptën. Kjo është reale, kjo nuk është për shembull me thonë tash hoxha ili ka pak politik. Jo vallaj, sinqerisht për ata më. Mos me qenë vullneti i Këshillit të Bashkimit të Prishtinës, sot nuk ishim takuar. Ata kanë me çfarë do arsimon. Kena gjallarë ton, mund të thonë për shembull, ky aktivitet për shembull është aktivitet që domethënë e kena mbyllë javën e kaluar, edhe shumë okay shkon. A shkon normalisht shkon. Me po vullneti e ka bëu që të mund takuar. Para kësaj të nëzërëm, për mull unë qëtë më ju ka të dërsi uve. E për mull hoxha filan e fistek me unë dërsi uve, dikush neve nga kam su optëm. Kush nga kam su neve?
Medrese kemi kalu. Unë më kom medrese. Unë mësim Kur'an me lezu. Edhe mu falë medrese mësua. Wallahi kur më shku medrese s'kom ditë më falë. Nuk kom ditë më falë. As që kom falë 5 vaktet, as kom ditë me lezu Kur'an. Kur kom pa elifin fillim, unë kur një temë që s'kom mësua. Sinqerisht, mu ka duk elifi qashk i komplikum, dhe që ja burë, këtë shkrujnë s'ko kur që i mësën e Allah. Sot Allah më ka ndërruar, më ka mësu une për juve, jo me lezu. Po edhe me u komentu ajetit e ka thonë Zotit, e ka thonë pejgamberi, jo veç për këtë gjëra. Prandaj dalë janë këtu, e kani prapami apo. Dikush qëndron më sajnë apo. E tash çat autoritet, a duhet me suportu apo duhet me bojkotu? Që kjo është rregjikshme. Ç'kjo është rregjikshme Allah. Nëse do me pas hoj nesër që të mund ders, suportoje institucion që prodhon xhallar. Cili është ai? Çfarë di cili është? Lepen qytet, cili është e shau, po dikush është. Rajtë ndërmozë. Nuk po kam qef që kur pasham hoxha dhe thot, ndihmoni medresin, s'pat çare se as këtë typen. Jo valla nuk ka çashtu aftë. Nuk ka çashtu. Mos e merrni si fjalë goje, mos e merrni si çka si profesorë. Po merrni si thirrje serioze për institucionin, për çfarë arsye? Për shkak se na mojmë këtë institucion. Shteti se mon. Sa për shtetin shmishën xhamiat moti. S'kam problem me asnjë qeveri. Po flas për komplet qasjen shtetërore ka shi Bashkisë Islame që sa vite një ligj i duhur, i përshtatshëm, që i përshtatet institucionit ton kredibil, nuk ka dalë atë. Organizimi është i brendshëm, individual. Po mënoj institucional i brendshëm, jo shtetëror. Ku e më bashkë është buxhet? Antarësi që paguni. A paguni antarësi? Po paguni. Apo sa herë është kërkuar me pagu sa të këtë vitrat, çka keni aty? Një mëni medresën. Sinqerisht të vëzë, unë kisha pas qef që mos më dhon vitet për medresa. Valla kisha pas qef. Vitet për fukara, nuk bën na me lu medresja më për vitra, valla asnjë apo. Nuk bën me liu këtë punë apo. Po me çka puna që do të më li për ta apo. Na do të më marr medresën e Bashkisë Islame, xhamia tona më marr me çka? Më marr me pasuri që realisht s'ka të bëj me zekate sadaka. Këtu, po ka të bëj me pasuri ekstra, të shtume. E me përpunë duhet me lyp vita për medrese. Vallai marrën vjen më me thonë kështu. Vallai marrën vjen atë. Me përpunë me lyp vita për medrese. Për një shkollë që dihet tash kontributi i saj, dihet ndikimi i saj shoqënive. A nuk është e bukur të nëzër kur dalin vajzat tona nga medresia e femrave këto, 100, 200, ta mushin udhë me shamia, atë gëzohet shpirti, atë gëzohet zemra, po dikush duhet minet gati asaj punë vëllai. Prandaj të nëzër, nuk duhet të punë marr si përhatësore, si formale, po ta marrim si serioze atë. Ta marrim serioze atë. Duhet me bashkëpunë me autoritetin. Autoritet fetar për neve, për xhexhës, për organizimin e jetës fetare në Kosovë është pa asnjë hamendsi Bashkia Islame e Kosovës. Njeri sot është dikush përgjegjës, nëse dikush njerëz ndrohen, e suni jetën. Prej që u themelu Bashkia Islame ka met. Njerëz ndru, orë një mufti, shkoni mufti, orë një ka shku. Shkojnë njerëzit apo. Andaj të vëllezër, nuk duhet që me e fuqizu asnjëherë asnjë individ në dëm të institucionit apo. Për shkak se individi shkon nëse institucioni mbetet. Pra si do të pas prioritete në dhënje. Kur e ka pyet pejgamberi sa a më i dhon të afërmit fukara, a më dhon të lartë të fukara. Kujt në ka thonë pejgamberi sa nëse jap të afërmit është sadaqatun wasilatur rahim. Është dhënje edhe mirëmbajtje e lidhje përvisnore. Nëse jap të lartë sadak. Apo, domon, nëse dikush individualisht jep zakat sadaka, është ndihmë, sevap për ta. Kaq. Nëse jep autoritetit, apo është sadak edhe fuqizim i jetës fetare, është aktivitet, është shtrirje e xhamive e shumë të tjera ato. Prandaj të jemi më racional në dhënje, jo emocional apo. Më racional në dhënje. Dhe unë me çdo respekt, vallahi, elhamdulillah, kush jep Allah ja shumë shoft, Allah i dhon. Mirë, po të vëzër, ma let i ndreqëm 100 shtëpia se një shkollë. Apo,
Shkolla, ai se ka kështu ndrejsh apo. Na do më ndrejsh. Malet të ndrejsh për shembull ndoshta ku di so jetima i mirëmban dikush për shembull se një student me shkollu apo. Jetimi është më rëndësi sa i është vërtet apo. Po pse jetimin na dhan? S'ka bab gjuna. A për shembull këtë me gjuna ha kena apo. Po ky studenti nëse shkollohet, për shembull mund të kon udhëzi mirë. Këtë jetimat është në punë. Ti kryen punë që është më mirë apo. Mëna në fat gjatë. Pra sikur sa i ka thonë, sa ja peshkën çdo ditë, mëse më nxon peshk. E tani edhe vetë nxon peshk. Ma ditë për sa do peshk, dikur peshk të argjitën. Nuk ka shtet në botë që ka mundësi këtë skemën sociale me mshel. S'ka, në këtë dunja ka fukara. Këtë dunja ka fukara. Shkoni në Perëndim për shembull, që është më të forta, ka njerëz pa shtëpi, flanë për rrugë. Problemi është që s'ka një që ka mundësi këtë një po me shtëpia. E pamundshme është. Ama këtë shkollë mundu me i bo, pëtën. Kuadrë mundu me përdhua, pëtën. Andaj të mëzër, duhet me pasë dhënje racionale, afatgjate, planifikume, të organizume, shumë atë i përse e që është emocionale, e momentit dhe qasit, edhe e lëdve. E lëdve. Mirë është me kajtë, po natën për Allahun të bare këtale. Dërso dhënja nuk dënë lëtë, dhënja dënë strategji. Veçanërisht në vëllezër, veçanërisht nëse e kena parasysh faktin se ne s'kena miliarda me dhonat. Sa është buxheti total i bamirësisë së besimtarëve? Sa është buxheti total? Me marrë, sa është? Nuk e di sa është. Po nuk është 1 miliard. Apo? Çfarë? Larg është apo? Nuk është apo? Sa është çaj apo? E po tash na më se pak. Edhe jo që duhet çka me bota. Se të kish pas shumë për shembull. Njen pa vetë njonim për çështjen e vitrave. Ta ka bashkështa më thami qutha mirë tha po atje shkoj me drese atje kontë ke çështje apo fukara apo fukara. A që Allah. Shkoj po ta. E kish mundësi të. Thash, pse nuk del për këti mos pajtimi rahat me kon? Sa i ki bësh me dhon vitra? Dëmon 5 antar, ka 5 euro minimum, 25 euro. Ta shpësia 50, jepi 25 medresës, 25 fukarave dhe qeti aftën, del për khilafit aftën. I rahat nga mos pajtimi. A i rahat po ti për kësaj të ke fund aftën. Po kërë si kik, feq 25 kik, aftën, qëto të lasha. Se në mi pas 50 të dim, edhe qim këtu dhe qim këtu, aftën njëri aftën. Po s'kem në aftën, a qëto i kem të neve të kem. Në s'kem për me qitë jashtë. S'kem në, ne du të mrena njerë më punu. Në s'kem kuadrë për me qitë jashtë, ne du të mrena njerë aftën. Në s'kem. Ne është absurde na që shkolla na këtu ata del jashtë. Po na do të këtu njerë me shvizu në aftën. Edhe para do të më këthy, edhe para do të më qërkullu, ndanin tonë, të populli jonë. Tek autoriteti jonë. Në basë asaj që të thash, vetë fukahat e kam përmen, libat e fikut e kia, autoriteti, pas të individja. Qështu këtë botën funksionar, këtë botën funksionar. Në venet ku shteti, për shembull e ka përsipër marrën e zekatit, apo, në honë, ajo mërë pasanik avë. Zekatin që kemi honë, ka komision që i përsaktojnë. Si për shumë në Arabinë Saudite, aja caktojnë, shtetit që ki zekatit, e kërë i puna. Në i sadak që akita i mund me unë hujqës gjami, së në i fukaran gjami po, a me esenë është që duhet me u institucionalizu dhenja për faktin se të nëllëzër që shtu fuqizohemi, që shtu ndihmojnë ka dujtë shumë të të shëshqinjësat. Andaj, në përmbyllet të nëllëzër, ne du me kondimu me këtë që kene mundësi. Si ku se thash, edhe me trupin tënë, edhe me aftësitë tua, me dijen, pasun e këtë që kjefë. Dhe nëse këtë e bëjmë të nëllëzër, realisht, kur gjithë pazakonshme s'kena bëjmë, si ku se thash, normal është. Normal është. Edhe me i mirëmbajt gjamiat, me thonë, mashallah, për moj kanë paqë. Po që ka do është Allah, për shpitë zotë të Allah. Që ka do është me Allah. A për shetë kune ka standarde. Në nësinë që është të gjamiat, jenë shpia e mramë që në bjenë men me një mund të, apo? E kune e qërë me gjami të paqë, Allah rrë hoqin besnik, e kishë bojë gjamiat. Po një Allah është për hoqin besnik, po këj që do është me bo kjo. E filan një mami, që do është me bo në. Ose gjemati. Të nëse pasatëria e gjamive tona, minimumi
nuk është në nivelin e pasnisë së shtëpieve tona, nësë kemë që flasim për besim vëllai. Minimumi. E mos flasim për me qenë më të mira. Me qenë më të mira. Prandaj nëse shpikën atë tepijat sa santin, xhamiet më kanë një gjysmë më shumë se çaça. Shtëpia Allahut është kjo Allahut. Apo nëse në shtëpi e kena banjë të shtruar me mirë kështu me radhë, po me kët xhamiet më kanë dy fish më mirë. Çfarë është vazhdim? Atë pa të bërë me një rast të përmbyllim me një nga zhgënjime pa të përmend, sinqerisht apo. Pa të thonë, vallahi më pakon abdesi. Mubah. As mustahab është. Nëse e merr kisa, nëse e merr si kurrë, apo çështë më kon atin, i dash më kon vetëset e xhamive dhe abdesin e më të paqja ato. Lemo që abdesi është kushti i namazit Allahut. Nëse funksionon xhamia pa abdes, apo don pjesa më e rëndësishme që mundson faljen e namazit dhe arsyeton ekzistimin e xhamisë është e lënë anash, s'ki ku me hin banjo. A është normale? Nuk ka normale. Çu pastroj Allah. A mund me pasru ti? Po mund Allah me pasru, unë ti kush do kuft. Që s'ki më don pastra. Ose paguaj kompani që e pastrojnë. Po jo më xhamia tona dhe me kon të pijat për shkakun që kur bën sejdë tani duket koja fort koja zgati atë. Nga era e falësh me të pijave ose këtë më radhë. Na më tregu kulturën tonë, shembull e ndikimit të fesë tonë, që ta ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wasallam. Me ru xhamiat me kujdes, me i bo shembull të mirë të frekuentimit tonë këtu xhamia se na kemi kujdes veçantë për shtëpiat e Allahut azza xal. E sikur që ka thonë Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu në vëzër, ka thonë ai që është bujar, ai që jep, Allahu i harun derën në shtëpisë tij apo. Subhanallahu. Ta harun Allahu familjen nëse jep ti. Dërdhën si më i madh në met. Mas pejgamberit alayhi salatu wasallam. Ka thonë ai cili jep, Allahu i harun derën. Ta harun Allahu azza xal fytyrën. Ta harun Allahu derën, moralin e shtëpisë nëse ti jep Allahu. Pastaj fjalë shumë që kanë dietarët e që nuk duam me i zgjat, por dua të them që ti më bujar. Ti më dorëras. Ka për me dhon elhamdullah. Ka mundësi për me kontribu. Me çështja është ende lidhur me ato që s'po e sheh, sa është e fortë që po trek. Sa është atraktive që s'po e sheh ti, apo e çaja është më rëndësishme shumë apo. A është më e fortë që po e sheh? Ajo që nuk po e sheh, është më e fortë se ajo që nuk po e sheh. Çaja ka përshtatut komplet sasinë e dorëdhënies. Jo sasia e pasurisë, jo. Sasia e pasurisë nuk e përshtaton sa kimë dhon, jo. Po fuqia e asaj që nuk peshet ti, e bindjes në premtimin e Allahut azza wal, që ajo ka më përshtatut sa kimë dhon ose sa kimë dhon. Allahu na dhon bujarin në zemrat tona, në shpirtin tonë. Na bëv bujar në raporte mes nesh, në kontribuat në punë të mira. Edhe na mundson Allahu që të kontribuojmë për jetën fetare në Kosovë, për kultivimin e vlerave tona, për vetëdijsimin e popullatës në raport me fenë e tyne, me njohjen e duhur të fesë, përmes aktiviteteve të ndryshme që zhvillohen në xhamia, në vende të tjera ku realisht folet për fenë e Allahut te barekuhu teala dhe njerëzit kanë mundësi me njohë fenë e Allahut azza xal. Në çdo kush nga perspektiva e tij, nga mundësitë dhe kompetencat, e nëse jemi bashkë, mundëm shumë më bëu Allahu na udhëzot e na përmirësoj gjendjen për mirë. Kaq, o gjendëruar, Allah është problem falënderit shumë. Zoti ju dhash bereqet, edhe kjo që keni ndëgjuar është bujaria juaja, se keni ndonë nga koha juaj me jap mua me mgu, me fol, andaj edhe kjo është bujari që keni ndonë nga koha juaj, Zoti ja u shofshoft, edhe ju dhash bereqet. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima.